Ndërruar të rishikues, jemi rikthyer në pjesën e dytë, sikurse ju bëra me dije. Me mua në studio sonte është zoti Edmond Spau. Mirëmbrëma zoti Spau. Mbrëma, faleminderit. Një autoritet i rëndësishëm i Partisë Demokratike, për shumë kohë ish në kryetari i kësaj partie, i cili nuk është më aty. Nuk është as pak për të çuditur, është një abort i zakonshëm e Partisë Demokratike. Ka 35 vjetë që ndodh, abortohet në një mënyrë shumë të çuditshme, të themi në mënyrë metaforike, në këtë parti, që në ditët e para dhe deri dhe sot. Pastaj befas krijohen edhe situata ku vinë të rinj, me njerë mbiten të rinj aty thuhet edhe erdhën të rinj dhe ikin njerëzit vazhdimisht. Nëse kjo është edhe puna e një partie që shumë mendon kështu. Kështu do ta tjerë jetën dhe botën në ditët që vinë. Besoj që edhe rasti Spau ngjan goxha me rastet e tjerë. Pra, kjo është arsyeja thelbësore që unë, për shkak të qëndrimeve të tij, lidhur me ngjarjet e aktualitetit, me këto momente që përshkova, po dhe me ngjarjet e aktualitetit, ku zoti Spau është prezent, kjo është arsyeja që është në studio me mua sot. Domethënë, ne kemi folur, po nuk jemi parë kështu në studio zoti Spau. Që kur jeni me çfarë merreni tani? Nuk jeni më deputet i Partisë Demokratike, por jeni aktiv në politikë, nuk jeni më. Me çfarë merreni? Përveç kësaj që unë shoh publikisht. Tani jam krejtësisht i liri, pa angazhuar me ndonjë gjë. Kam dhënë pension. Merrem me interesat e mia të ngushta, familjen me këto gjëra. Që është natyrshme se një do të jetoj. Mbush kohën me angazhimin politik, po duke u përpjekur që të ruaj një lloj mos molepsie nga qëndrimet partijake, cilat në të shkuarën deshe apo s'deshe du t'i reflektonje në veprimtarinë tënde. Tani, me thënë të drejtën, zoti Spau, është si kjo protesta që ka ndodhur tani, që askush nuk mendonte që do ndodhte një gjë e tillë, duke një qetësi e madhe e gjitha, por dhe në këtë, ndërsa çalon krahasimi, po edhe askush nuk mendonte që do të largohesh nga Partia Demokratike, si njëri i fortë i kësaj partie, punonit për të, si ta themi në mënyrë figurative, të vrisnit për të. Ta themi në mënyrë metaforike, E drejt. Si erdhi ky divorc tani? Ishte divorc me dëshirën e dy palëve, apo vetëm me dëshirën e doktorit, që ndodhin shpesh divorce me dëshirën e doktorit? Këtu ka dy pjesë, mendoj. Pjesa që ka të bëjë me qëndrimet parimore, dhe pjesa që ka të bëjë pastaj me raportet personale. Për sa i përket parës, ju e dini që në 2021, në shtator, zoti Berisha ju kundërvu qëndrimeve të Lulzim Bashës, i cili ishte kryetari i Partisë Demokratike, i cili që nuk mori përgjegjësitë për humbjen e zgjedhjeve të 2021-shit, dhe për më tepër përjashtoi me vullnetin e tij personal, pa vendime të strukturave të PD-s, përjashtoi zotin Berisha nga grupi parlamentar. Unë kam menduar në atë kohë që Ju më kthjelloni se ju një njeri i brendshëm, po unë kam dyshimet, unë jam i jashtëm në këtë histori, po kam dyshimet që zgjedhjet e 2021 i drejtonte Saliu. Ndërsa këtë të dytën nuk e ka bërë Lul Basha, them unë, ndërsa të dytën e ka bërë Lul Basha që përjashtoi Saliun. Mendoj unë, zgjedhjet e 2021 i bile humbi Saliu i humbi, them unë. Sot, me faktet që kemi në dispozicion, sigurisht kam është një skenografi më të gjerë se sa ajo që analizonim me njëherë mbas zgjedhjeve në qershor, në mos gaboj, të 2021-shit. Po sidoqoftë, kryetari zyrtar i Partisë Demokratike ishte Lulzim Basha dhe ai mban Qartë. Formalisht gjithë vendimet. Formalisht jemi okay bashkë. Jo në qershor, më fal kanë qenë në prill zgjedhjet. Përjedhoi mosmarrja e përgjegjësive
nxiti një lëvizje që njihet si lëvizja e rithemelimit. Dhe u premtuan shumë gjëra për cilat ishe pamundur mos bëj një dakord. Për shembull, forcimi i demokracisë në parti. Ne kishim një mori smundjesh që ishin reflektuar në veprimtarinë tonë nga viti 2013, po sidomos pas. Tani, që të qartësohemi për shikuesin, unë jam i qartë me këto, i thua ti, po thjeshtësisht themi, ju ishit kritik ndaj Zotit Basha, totalisht? Unë kam qenë kritik nga Zotit Basha, po them për qëndrimin ndaj reformës territoriale. Jo në publik, që t'jemi të... Jo, nuk po themi publik. Në parti ka një rregull. Në parti... Nëse merr një vendim, edhe pakicat... Zoti Spau, më pyetja me akoma më e thjeshtë. Ju ishit më afër Sali Berishës, se tani në Shqipëri këto pyetje ti bëhen në këtë mënyrë, apo Lul Bashës? Me sa shohun qëndrimet në atë kohë, pavarësisht se unë nuk disponoj nga fakte, sepse kontaktet me Berishën në periudhën 2013-2021 kam patur po aq sa të tjerët. Do unë komunikoja me kryetarin e partisë. Pastaj çfarë komunikonte ai me zotin Berisha është punë e tij. Por ditë them që unë kam qenë kundër djegjes mandateve dhe këtë ja kam konfirmuar Lulzim Bashës në kontaktet personale që kemi pasur. Ja kam komunikuar Monika Kryemadhit, ja kam komunikuar Fatmir Mediut dhe disa kryetarëve partisë tjera. Ju ishit në kryetari Partisë Demokratike. Ju mendonit që djegjen e mandateve e bëri Basha? Pavarësisht çfarë mendoj unë. Jo, do ma thuash. Formalisht e bëri Basha, ai ishte kryetari. Po ne po flasim tani, do të flasim shumë hapur me një tjetrin, dhe unë kam idenë që ju flisni hapur. Ka pasur dorët e Zotit Berisha. Dhe në tërësi për gjithë aktivitetin e Zotit Basha në krye të partisë, nuk mund të thuash që anashkalonte, nuk pyeste, nuk merrte mendimin e Zotit Berisha. Zoti Berisha, me sa duket, ka qenë kryetar në hije i Partisë Demokratike dhe duhet mbaj përgjegjësi për gjithçka ndodhi gjatë këtyre viteve. Atëherë si u largove ti? Si erdhi divorci? Të largoj Berisha apo ike ti? Duhet të jemi qartë në këtë pikë. Unë ende nuk e di. Jo, më largoj Berisha, duhet thënë hapur fare, po më largoj Berisha. Sigurisht këtu ka pasur një zhvillim, nuk është se kjo erdhi brenda ditës. Çfarë konkretisht? Ne premtuam demokratizimin e PD-s. Nenin për dhënë dorëheqjen. Kryetari kur u mbet zgjedhjet apo jo. I vum edhe Tuja pas ke fut vetes. Së tjetër, premtuam primaret apo jo. Qartë. Që për zgjedhja e kandidatëve për deputet dhe për pushtetin vendor do bëhet mbi bazën e primareve, mbi bazën e kontributeve që do t'jepnin njerëzit që ishin të angazhuar në aktivitet politik. Pra ti ke kërkuar, pas sa vitesh eksperiencë, Zoti Spau, sa vjetë kini në Partinë Demokratike? 35 vjetë. Pas 35 vjetë, kur është krijuar, ju keni kërkuar të bëni të kundërtën e asaj që ka bërë Berisha 35 vjetë. Pse mos ta kërkonja? Pse mos ta kërkonja? Që tha mendja? Se do iknit si të tjerët. Që tha mendja që kërkuat të gjese? Ore, kjo është gjëja me domosdoshme, ti duhet ta bënje këtë gjithmonë. Unë nuk jam kundër kësaj. Bravo të qoftë. Por si ta tha mendja tani... Tilla qëndrime kam bajtur edhe përpara, zoti Rakipi. Në 2008-ën, po t'i hapësh ato letrat, protokollet e kryesisë Partisë Demokratike, kam kundërshtuar zgjedhjen e presidentit sipas paketës që u paraqit. Kam qenë i vetmi që kam folur kryesisht. Pse? I thash, me kompetencat që i keni dhënë kryeministrit, nuk ka rrugë tjetër për ta balancuar pushtetin, përveç se duke zgjedhur president nga populli. Ma hodhi poshtë vetë Berisha, i cili disa muaj përpara, apo një vit a 2 vite përpara, shprehej që presidenti duhet zgjedhur nga populli. Tani zoti Spau. Unë s'kam ndruar ndonjë gjë në Jo, nuk po them që ke ndruar më jo. Por çështja shumë e rëndësishme. Jo, pjesën ndërmuese. Kam folur. Jam okay me ty. Unë e kuptoj se e njoh. Nuk është gabim. Shumë mirë. Dhe sigurisht, por pjesën ndërmuese të gjërave ti ke mbajtur brenda vetes.
sepse do kështë ikur më për para zoti Spau. Pa diskutim Do ka të shumë kishe gjëra. dalë armik më shumë se kaq. Sepse këto janë rregullat, jo vetëm te Partia e Berishës, më te Partia e Berishës. Po jam dole armik Po të tjerë. Tani si 25. të thanë ty kur u largove tani si ta krijuan atë? Unë kam pasur rezerva për mënyrën se si u bashkuan dy gjysmat e grupit ton parlamentar. Ke erdhi gazi me këta? Po, Ë? i kam shprehur Berishës edhe në grup Ja parlamentar. theti këto. Edhe në grup parlamentar, që mendoj që ndoshta më e udhës është krijojmë një grup të ri parlamentar. Po. Taj grup do të vik tek ne, se s'ka ku shkon. Rezultati i zgjedhjeve 2022-shit për 6 bashkit tregoi që ata s'kan ku, nuk kishin të ardhme politike. Dolën të tretët me rezultate dobta. Në këtë mosh pas ke bërë gabime të rëndësishme ideologjike, Ndoshta, ti ke kërkuar doktorit Ndoshta. mos I bëj kam- atë që i kishe kam vendosur, mos kërkuar- merrte prap ata. Zvarr ti silte aty. i kam thënë edhe këtë, që ndoshta ne më mirë të krijojmë një parti të re. Më ka thënë do humbi 10% vota. Fakti tregoi që ne humbëm jo 10%, por nga 30.000 në 2021-shën, shkuam 300.000 diferencë në 25-ën. Pra unë kam pasur drejt në ato që kam thënë. Ore drejta Dhe aty. jeta i tregoi. O zoti Spau, drejta aty është vetëm me doktorin më. Dhe ti që të kishe të gjitha të mirat, që të bien, se nuk të bien nga qielli aty. Do si dhe që o si Flamuri, o si tjetri, o si tjetri. Nuk ka rrugë tjetër më. Unë e kuptoj që... Abitem në këtë kohë, Unë ti, e kuptoj- pas 35 vjetësh, ti ke djegur Po, unë e Gjithë- kuptoj që në partitë politike atë që ke krijuar, më gjithë backgroundin tënd. Ja. partitë politike Flamurin e nxorë. shqiptare duhet jesh fleksibël. Po pra. Duhet gëlltisë shumë gjëra. Po. Por mendoj që deri në farpike. Dhe Vjen një moment që vjen një moment, duaj. nuk e ka përcen duhet Se dalë. shiko, ai fotografi. Unë kam gëlltitur shumë, Nxjerrin, unë kam nxjerrin gëlltitur Flamurin, mos ylli. e hiqni. Ylli, Je shikoj, duket sikur si gjallë, ma si shumë i habitur, Flamuri. unë kam gëlltitur shumë gjëra. Ha? Ti e di mjaft mirë, unë jam Jo, jo. përjashtuar 50 ditë nga kuvendi. Po 50 ditë nga kuvendi se mbaj mend këtë. Nga 2021 50 deri në ditë kanë përjashtuar. 2025, po. Shkretje. Për shkak të qëndrimeve që kanë mbajtur atje. Je pa kokë shkret. Dhe veprimi që ke kryer në fund, për t'i thënë doktorit, ndalu bek se ka ndek pas 35 vjetësh, Jo, është, me gjitha të vjen një ditë tu ati. Këtu unë të riqem pastaj, dhe të them, zoti Spau, falë, sepse vjen një ditë që s'mban më. unë s'jam bërë pishman për këto. Nuk je bërë pishma. Jo. Je i sigurt se të mirat Tjetra. Kush tani aty. Unë Rinjë, u në opozit do rinjë, në opozit do rinjë, u përplasa hapur me këtë zotrinj që manxore. Flamurin. Po, Si, për çfarë arsye për shumë? sepse vepronte me arrogancë, me prepotencë, i shkelte kolegët me këmbë. Të gjitha vendimet i merrte, sidomos në Flamuri periudhën, sidomos në Flamuri periudhën, shkret zbaton dhe pikë për pikë që ai është doktori më. sidomos në periudhën kur doktori ishte në arrest shpjak. I kam shkruar doktorit, i kam folur me Flamurin, i kam shkruar doktorit. Tani unë të jem kryetar drejtues politik i qarkut Korç dhe për asgjë të mos më pyesësh, pse jam? Që kryetar i qarkut ti dhe Flamuri, edhe Flamuri nuk të pyeste. Absolutisht jo. Edhe njerëzit i emronte pa mvendjeni. Në Korçë. Edhe merrja vesh më mbrapa. Kryetar i qarkut e merrte vesh me vonesë. Po. Ose se merrte vesh fare. Ose se merrte vesh fare, ose merrte vesh nga gazetat. Po si të paraqitin aty thoshin mëna ka dërguar Flamuri? Tani unë po them thelbin e çështjes ti do që të bësh Po jo se. edhe humor. Jo, po, është Allah kjo bota dhe, kupton tani ti dhe sa vjen dhe gjëra më të çuditshme dëgjojmë zoti Spau, se Kështu që vite më për të parë gjitha këto, nuk kemi dëgjuar kaq të çuditshme. për të gjitha këto i kam shkruar Berishës. Kam ngritur pretendimet e mia. Ja shkruajnë ti këto. Po. Ai merr dhe lexon të Flamurit. Ja çonte Flamurit. Po. Ja çonte ky Dhe më pas jemi takuar. me doktorin. Po. Ç'të tha? Ja Po feti. tha, nuk të kemi hequr, pasi bëm debat në kryesinë e PD-s, që pse më shkarkuan nga drejtuesi qarkut Korç, cilën janë argumentet? Keni argumenta që s'kam punuar. Po. Kur ju kam ngritur rithemelimin në Po. 6 legët e qarkut Korç. Ëh. Ç'të tha? Flamuri, kur e takova të nesërme se atë ditë s'kishte argumenta, më tha që, po ja tha me qënë se Ivi vjen nga një qytet që është afër Korçës, Nga ai. menduam që nga Përmeti,
Menduam që ta vëm atë. Po jo, nuk është që afër, është 100 kilometra. Kështu që të bëj një debat për një argument tillë nuk ja vlen apo jo. Do me thënë Ivi është afër të aty Dhe menduam të vëm atë. të qargut. I kërkova takim Berishës, më tha nuk të kemi hequr për... Doktori, ti vajte dhe të që tha? Nuk të kemi hequr për mos kryerjen e detyrës, të garantoj që do jesh deputet në parlamentin e ardhshëm. Dhe do të përdor mjetet që kam unë dispozicion. Për të bërë deputet? Po pastaj? Pastaj, unë vazhdova me po atë ritëm angazhimi si kur se kisha pasur për para. Në primare, kam dali dyti, se në vunë ca detyra në. Primare? Po s'dole mirë në primare, mos kandido. Nuk futesh? Unë kam dali dyti në grupin parlamentar. I dyti në primare? Po, në gjithë grupin parlamentar. Pastaj në vunë detyrë që po nuk gjetët 300 emra nga emigrantët që do të votojnë për PD-n, nuk do kandidoni për deputet. 400 i dërzova. Po si dërzoshin këta, se kjo është habi. Se njerë mua më kujtojët në Londër, një miku im, që banon në Londër, nga Cëriku, Taku, njëri mirë shumë, i kishte vajtur deputetet zonës dhe i kishte në kam 60 vota. Dhe do t'i sjell unë, a 100 sa i kishte. Dhe deputetja, kandidatja i kishte në... Si ka mundësi i kishte... Qëfar po thua, se nuk e kupton. Nuk jam për t'u besuar se gjëra tilla ndodhin... Jo, nuk e kupton të deputetja... Vazhdimisht ndodhin... Jo, ndodhin, po jo në Shqipëri po mo për ditë dhe kudo. Po në Britani, për shembull, deputetja, kandidatja britanike, londineze, u habit shumë edhe mori i ngarkoj Takut, e ngarkoj me dokumenta Takun dhe gruan për të shpërndarë në lagje. Se nuk e kupton të si mund të gjenë njeriu 60 vota. 60 i gjenë ti. Detyra jonë ishte të identifikonin... Se këtu kështu ndodhë, patronorzisët gjenë të vota këte... Detyra jonë ishte kjo, të identifikonim votues të djathtë me banim në emigracion dhe t'i shtynim për të registrohesh. Që atë se detyron dot? Të registroheshin për të votuar. Sigurisht atë nuk e detyron dot, por duke u nisur nga premisa që po e evidentojmë votues të djathtë. Po ka ndodhur që të kërkonin dhe firmat mohetët të atyre, jo ty. Të tjerëve... Por për atë punë i kanë marrë edhe të filmuar kur kanë bushur fletë. Dhe filmin, nuk kërkonin dhe filmin tani. Edhe e kanë njësur këte. Po, i plotësove dhe këtë ti, edhe kriter. Kemi bërë aqë. Jemi të qartë. Tani që të mos humbim fillin. Jemi këtu. Dhe dolan listapur. Dolan listapur. Pas gjithë tyre plotësimit kushteve. Të gjitha? Asgjë nuk u morën konsiderat. Dhe ti nuk u caktove? Më nxorën listapur. E takova prap doktorin, i thashëm ka dhënë fjalën. Unë kam bajtur këto qëndrime nga 2021 deri më sot. Po, më ka dhënë fjalën që unë do punoj. Dhe kam qenë një nga shumë të paktët. Po. Që një vit rresht kam dendur atje ke rruga e shpresës. Ti mund të kesh drejta për gjitha sa parashtron, por ne kështu vendosëm. Këtu e mbylla debatin, s'kishim çfarë diskutonje më dhe shkovan listapur. Por nuk mbaroj këtu, sepse Flamur Noga me gjithë efikasën u angazhuan në Korçë në sa votoni fushatë. Dhe porositën strukturat që të mos e votoni. Po i gjetë mënyra që më të largoheshet. Urdhro? U gjetë dhe mënyra si tu është që të largoheshet. Për mënyra në qofse nuk do që dikush jetë në rreth e tu, gjem plot. Nuk është vështirë për ti gjetur. Por ne po flasim për në një... Jam i qartë. Unë të pyrit që ti bej që edhe... Unë këto i kam thënë, nuk është hera e parë që po i them sot. Jo, punë të ndë mo, po unë për shembull që nuk i ditë gjitha detajet, shtërngojmë dhe pyes në këto mënyra për të nxjerrë konkluzione ata i këna shikojnë, e kupton. Edhe pse ti i ke thënë. Që më duket që nuk i kam ngelur borxh njeriu. Por kundrazi më kanë borxh, pasi për gjatë gjithë periudhës angazhimit tim politik kam qenë korrekt. Qartë. Kam respektuar angazhimet partijake, kur kam pasur rezerva, kam folur në institucione, ju kam thënë drejtuesve të mi, por në publik kam bajtur qëndrimet që ka përcaktuar partia. Tani, ç'mendon tani ti për ata që janë sot aty?
njerëzit e rëndësishëm të partisë. Pas doktorit numër 2 për shembull. Të gjithë duhet iknin duke filluar nga doktori. Tritan Shehu, zoti Tritan Shehu e tjerë. Duke, shiko, unë nuk do të ndalem në emrat përveç. Unë i them po me shumë prej tyre kam punuar dhe kam një histori gjatë bashkëpunimi, por po të them në parim të gjithë ata që mbanin poste të rëndësishme drejtuese pas rezultatit katastrofik të zgjedhjeve 2025-s, duhet kishin ikur, duhet ishin larguar, duhet kishin dhënë dorëheqje, duke filluar nga doktori e me radhë gjithë, sekretari përgjithshëm, nënkryetar, drejtues qarqesh, vetëm Bujar Leckaj është larguar, ka dhënë dorëheqje, asnjë tjetër nuk ka dhënë dorëheqje. Kam dhënë dorëheqje edhe unë, meqense nuk isha deputet i thjesht isha, por u largova nga kryesia, nga Këshilli Kombëtar dhe nga sekretariati, për t'ia hapur rrugë tjerëve. Pra, okej, duhet largoheshin të gjithë, dhe pas humbjeve që janë shkaktuar. Patjetër, sepse ne po e shikojmë, edhe protestat që filloi PD-ja, janë nga më të varfrat, më të mjerat, pa njerëz, pa ide. Njerëzit nuk vinë, pse nuk vinë është pyetja, se nuk i frymëzon, nuk kanë besim që ti i çon fitore. Atëherë do mbaj njëri përgjegjësi për këtë? Sepse do vinë zgjedhje të tjera. Qartë. Do humbi më thellë në 2029, apo në zgjedhje vendore 2027. Qartë. Dhe këtë na kanë thënë dhe miqtë ta ndërkombëtar, veçanërisht Partitë Popullore Europiane. Zbatoni statutin, na kanë thënë. Sepse duke mos zbatuar statutin, ju nuk jepni garanci që do zbatoni kushtetutën kur të vini në pushtet. Merrni përgjegjësi, kush humbet zgjedhjet largohet. Ndroni ekipin drejtues, sepse është ekip humbës. Përmirësoni marrëdhëniet me ndërkombëtarët, se nuk mund të vazhdoni kështu. Edhe ndoshta ai është shpallur non grata me pa drejt. Unë gjithmonë kam qenë i bindjes që nuk kam parë një dokument a një dosje e cila të më bind mbi bazueshmërinë ligjore të shpalljes doktorit non grata. Megjithatë, kjo është një faturë që po e paguan partia. Kjo është një faturë që po e paguan e djathta. Por ndërkohë tani zoti Spao, këto ditë në çastet e fundit është bërë një rinovim. Kanë ardhur figura të reja. Ky rinovimi që janë këta, mund të bashkojnë figurat e reja tani dhe si mund të ngjiten figurat e reja dhe të rregullojnë figurën e doktorit, ta rinojnë, ata bëjnë kështu, si e mendon ti tani? Unë jam dakord me atë konceptin të vjetër të rinj. Të vjetër të rinj. Gjaketat vjetra, gjaketat reja. Njerëzit në partitë politike maten me kontribute. Sa tërheq njerëz, sa mbledh bota, sa artikulon, sa ide ke. Dhe në këtë kuptim, nëse zoti Berisha do ta çonte Partinë Demokratike në fitore, urdhëro bujrum pavarësisht moshës që ka. Por ne po flasim për ca kritere të cilat janë tërësisht të parealizuar në PD. Por edhe njerëzit duhet largohen. A janë këta të rinj që po vinë? Për mua jo, nuk janë zgjidhja që do ta shpëtojë Partinë Demokratike dhe do ta çojë atje ku mendon antarësia e thjeshtë. Bile më zhdukur nga njerë si, nuk e di, Kongresi 7 ishte ai që solli Pali Miskat edhe Lenka Çukot, edhe një pjesë e mirë e tyre më duken të këtij kalibri. Edhe këta Pali janë thua ti, po jo ka i të shëndosh sa që ishte Pali. Pa kontribute, pa identitet politik, pa identitet fare. Të pa aftë që të mund t'i kundërvijen, jo t'i kundërvijen në kuptimin negativ, por për t'u ballafaquar me ide, me elitën që drejton brenda PD-s. Në një farë kuptimi, më falë për shprehjen, po më duken e unuk. Po mbase për këtë punë thirrën zoti Spao? A për atë mos kesh dyshim që për këtë punë thirrën, sepse përpiqen të krijojnë në maskën e rinovimit, të ndryshimit, të reformimit, të krijojnë një grup i cili nuk ju prish punë. Thot Peqe Lepe, jesmen, të cilët do të vazhdojnë të ruajnë gjendjen aktuale në PD, por në publik do ta shesin sikur po rinovohemi.
Në fakt asnjë rinovim nuk ka. Më keq do të shkojnë punët e PD-s me zgjidhjen që i ka dhënë nëpërmjet zgjedhjeve të brendshme në parti që zhvillohej aktualisht. Zoti Spao, tani ju keni kritika të shumta dhe edhe më përpara unë kam dëgjuar që ju i citua disa prej tyre. Por dua të bëj një pyetje që shumë të hapur dhe dua një përpjekje për sinqeritet. Se është një argjim shumë i madh, 35 vjet. Mos duhej bërë më përpara kjo gjë. Shiko, 35 vjet janë shumë, është një investim aq i madh, është jeta. Kur më përpara për shembull? Se di. Unë për shembull kam parë shumë gjëra dhe shumë zhgënjime në këtë vend ku jetoj. Po më kam mbrojtur kjo që kam qenë te media. Se politikë mund të kisha shkuar për leshe dhe... Po pyet që a duhet kisha folur unë më përpara? Jo vetëm foljen më, burr. Foljen të kishe folur, do të kishin prezente ata, po të kishe folur më ashpër, do të kishin prezente më përpara, po ndoshta ky ka që investim, kaq gjatë, ore 35 vjet, Spao, a më kupton? Që ti je buri mençur. A e kupton tani, 35 vjet është një harx shumë i madh, ore. Harxhim shumë i madh. Dhe tani mbrapa teje aty janë ata. E kuptoj, I përmendet i jagu e ke. E kuptoj shumë mirë. E kuptoj shumë mirë. Mos duhet bërë përpara kjo mos pa. Unë kur kam hyrë në politik, kam hyrë si një idealist. Ore ta them shumë sinqerisht. Nga diktatura. Sigurisht, po idealizmi. Kam hyrë idealizmi 85 vjet nuk ekziston. Kam hyrë me pasion në politik. E kam parë pasionin tuaj dhe e di dhe e vlerësoj. Jam përpjekur po flet për një gjë që e ke armë tende. Jam përpjekur po të them gjë tjetër. Ore, mos nuk duhej kjo gjë molla. Kaq, ore 35 vjeta e kupton ti. 35 vjetë o zotri edhe sikur në burg të marrin, që s'ke nga del. Të lutem lër ta mbaroj. Jo vetëm ti mo, nuk e bëj për ty këtë pyetje vetëm. E bëj për shumë njerëz që i ka gjetur kjo dramë. E disa kanë ikur atje në PD. Po pra po them. Nuk ka vit që mos njerëz. Kjo do të thotë që në PD ka pasur njerëz cilët i kanë parë gjëra ndryshe. Kanë pasur kuraja të flasin. Por kjo parti që për 35 vjet është drejtuar nga i njëjti njeri, që kanë mbajtur rrotull të njëjtin garnitur njerëzish, pavarësisht emrave, kur ka parë që njerëzit kanë shprehur idera, qëndrime që nuk shkonin me to të tyre, i kanë përsënë. Sa janë larguar nga PD-ja? S'kan të numëruar. Ka numërim tani. Tani, pse duhet... Më shumë janë larguar se kanë ardhur, për shkak se kanë ndodhur kjo. Edhe unë nuk dua të bëj herojnë. Jam përpjekur në momente caktuara të them mendimin tim për çështje të ndryshme. Dhe po ta them që nga viti 2008 për ndryshimet kushtetuese. I kam thënë Lut Bashës votoi reformën territoriale. Se po i leta bëj Partia Socialiste, do ta marrësh në qafë, do i fitojnë gjithë njësitë bashkëake. Kështu ndodhi. Mos i diq mandatet, i kam thënë. Ti ke rënë derës që të dëgjoj Pengjerja. Atë kisha kryetar. Ke rënë derës domethënë Lulit që të dëgjoj Atë kisha kryetar. Doktori se Luli o pingat e shera s'kishte. Luli qershat e kashtës. Me zotin Berisha nga viti 2013 deri në 2021, kontaktet e mia kanë qenë jashtëzakonisht rralla. Mund të jemi takuar 2 ose 3 herë gjithsej në njëri me tjetrin. Përveç mbledhjeve në grupin parlamentar ku mblidheshim gjithë si parlamentar. Kështu që unë këto qëndrime i kam mbajtur me ndërgjegje. E dinja që mund vi një moment që edhe të kem kosto për këtë. Kosën e... Dhe gjatë periudhës... Kosto tjetër nuk do keshti. 2021... Ti 35 vjetë të investim, ta mori ai dhe ta hodhi në... Për këtë... Unë nuk ndjehem fajtor. Jo, nuk po them. Sepse nuk i kam shkelur njeriu në kallo. Jo, nuk po them. Nuk jam treguar i pabes. Nuk jam treguar i pabes. Nuk jam treguar gënjeshtar. Sigurisht. Të gjitha po. Jam okej. Nëse të tjerët janë treguar me mua, i dashur s'pa, kjo quhet fatkeqësi. 35 vjet investim. Dhe sot flas, pse? Kur ma hedh një herë është fajyt. Po tentove të ma hedhësh 2 herë dhe unë e pranoj është fajim. Dhe unë këtë nuk e pranoj. Të kanë hedhë shumë herë aty.
Jo, nuk besoj, në këtë formë që unë dal nga politika, kjo është vetë mja. Por se ti ke marrë aty, ke shërbyer në këtë parti, 35 vjet me të gjitha fuqit që kishe zotëri tani, se po flasim hapur bashkë, 1 minutë. Dhe ata të kanë shfrytzuar maksimalisht, dhe ta kanë futur në qinter pastaj, mos... Jo, së duket, nuk më... Dakor, ti mendoj si duhesh. Kjo është ta banalizosh... Jo, nuk është banalizosh. Ta banalizosh debatin, sepse... Si ta banalizosh? Do duhet japësh... Më marrësh mua ti 35 vjet, 1 minutë. Do duhet të... Jo, 1 minutë, më marrësh mua ti 35 vjet, dhe quhet banalizim debati. Po unë të vit të shkull... Do të më mbash, sepse e ke nevojën. Po pra për këtë shkak ka mbajtur. Kishe nevojë. Po pra për këtë shkak. Dhe kjo është përputhur... Dhe ta ka futur është përputhur edhe me objektivin tim. Sepse unë kam pasur objektiv, jem në politikë. Dhe unë kam dendur, ja kam arritur me përpjekjet e mia për 35 vjet të ri në një politikë tillë. Qartë. Që është moçal. Unë kam arritur të qëndroj. Jam okej. Dhe jam nga të paktët ylli. Po si je i vetmi ti më jo? Jo, jam nga të paktët që ka rezistuar 35 vjet. Ti je i vjetër në raportet me PD-n. Shumë, po sigurisht. Sigurisht. Numërohen me gishtat e dorës. Po pra, po këtë drejt. Këtë drejt, po është një rezistencë shumë e gjatë. Kjo është për admiruar. Ky është ambienti shqiptar. Pse në PS po të shkosh, është ndryshe? Një lloj është. Në përse edhe ai kështu i ka hequr më. Kur u bën ndryshime... Shu ka nikur më të gjithë, po të marrësh pa ta s'dalin se ata janë detashment. Po të marrësh Doklen, ta ulish vërtet në një intervistë, unë jam i bindur që këto të thotë më, dëgjo, ose tjetrin, po nuk të vinë ata. Dhe ata janë kështu monolit të bashkuar si një trup i vetëm, rreth partisë. Dhe shokut Edi Rama në rastin. Unë nuk jam i tillë, unë ja u thash. Tani, jam okej. Një herë... Ty të plasi shpirti tani dhe të bënë edhe të gjitha, tani. Unë nuk të kthej faqen tjetër dhe të të them rrof Partia Demokratike. Shumë e drejtë. Tani, Zoti Spao, pyetje që duhe vërtetërisht të sa më afër se vërtetës, si të thuash. Afër se e vërteta, si thot Karl Popper, nuk është ajo që vetëm njëra që themi. Keni ambicie për të rikthyer në politikë, apo e keni mbyllur këtë kapitull fare? Nuk kam. Nuk kam sepse... E ke mbyllur? Nuk shoh në një perspektivë, se po të kishte një ndryshim të ambientit politik në Shqipëri, pse jo. Por e shikoj të errët gjendjen në dy krahat e politikës së Shqipërisë, e përjedhoi edhe veçanërisht Partinë Demokratike që edhe për shumë vite, edhe për një 10 vjet nuk kam shpresë që do të ndryshojë ndonjë gjë. Tani, edhe një pyetje tjetër shumë e hapur. Jo, unë nuk e besoj, po ka gojë, zera që thonë që ju doni të ndani, doni dhe ju ndonjë detyrë, që edhe kjo legjitime është. Shumë e vërtet, normale, vetëm po të themi gjë. Si ka marrë Dasheja po dhe Shabani, se Edi Rama i ben këto, i jep, Edi Rama hedh shumë. Unë do pranoja për shembull vetëm kryeministër. Tiki Rama të vion. Do me thënë Edi Rama ty të marrë me dro dhe ai. Vetëm kryeministër. Këtu po shpallë armiqësi, do me thënë ty s'ta afronte dera, do me thënë që tu do t'jesh. Jo. Edhe do shikosh. Jo, ta pyeta. Ase kam pasur. Sa mirë që të pyeta se mora vesh. E drama nuk të le të kalosh as te protesta. Ase kam pasur që të marr pushtet nga PS-ja, ase kam, as do ta kem në të ardhmen. Sepse kam, siç e the vet, 35 vjet në PD. Dhe nuk dua të shkel mbi ato kontribute që kam dhënë. A jam unë kritik sot me PD-n? Pa fund. Por për interes PD-s, jo për interesin tim personal. Sepse shumë e vështirë për mua, edhe të unë jam me ty okej, se e vëre, thonë shumë njerëz, këtë do në një detyrë të rëndësishme, afrohet tonë me televizionet që janë afre dramës e të gjitha, po ti s'ke ku të flasësh, pastaj se edhe i detyruar të shkosh në televizionet, gjithë ti do të thuash fjalët e tua, e kupton. Unë jam okej në këtë histori. Pra, me të thënë drama, ajde, Ministri Financave, për shembull, që ma i tjetër mund të largohet, sepse shumë larg teje, ti i thua stop apo ja? As mos e imagjino. Edhe Ministri Finance? As mos e imagjino. Ne unë në mënyrë metaforike për të bërë edhe humor, thash pranoj vetëm kryeministër. Jo, ti
Iki Rama të vion. Ti dhe përgjigje ekselente, mu. Ti the larkë. Kalojmë tani. Edhe Rama këtë e di. E di, Rama. Pa diskutim. Po kjo të nderon ty. Kjo që the. Sepse që t'jemi sinqert edhe Rama mos kujtoj që nuk i nje njerëzit. Jam i bindur. Jam i bindur për s'pun. Tani, kalojmë në një moment tjetër, besoj të rëndësishëm. Dhe ju jeni i angazhuar në këtë pikë. Dhe ndoshta mund të dhe përplasemi për në një. Mund si gazetar dhe ju si politikan mund të mjë ishë. Kretë normal në një intervist. Protesta e qytetarëve është sot në ditën e 51, reduktuar për shkak edhe të temperaturave të gjitha, po edhe për shkak të kohës zgjatjes. Ju keni bërë disa deklarata që afruar dhe nga televizione afër qeverisë, dukeni si kundër protestës. Pse? Jo, nuk dukem. Unë jam kundër protestës. Pse? Ashpër kundër protestës. Okej. Ta Në ndalojmë. ditën e parë. Dhe vazhdoj me këtë qëndrim edhe sot. Dhe pse? Për mua protesta, këtu në Shqipëri ka arsye për të protestuar pa fund. Dhe Rama duhet kishte ikur me kohë, jo sot. Ramën vazhdon e mban pushtet Berisha. Sepse s'ka opozit. Dhe i duhet shumë, doktori Ramës. Dhe lufton që tjetë jo vetëm sa më jetë gjatë, po edhe Por vetë protesta, jetë mire dhe këshu. vetë protesta nisjen nuk e pati nga shqetësimet e qytetarëve. Një ditë të bukur me sust, protesta filloi për investimin në Zvërnec. Po. Ju e dini që unë kam punuar shumë vite në turizëm. Dhe them që i di disa gjëra që kanë të bëjnë me zhvillimin e turizmit. Dhe mendoj që ky është një nga investimet më të mëdha që është ofruar Shqipërisë dhe do duhet të realizohet. Unë pas kam bërë një gabim më shkruajnë, thash dash shej në vend të dash sulës. Për para se tani dhe Poshta, temperatura. as unë nuk e vura re. Se vërë ti dhe temperatura shumë të larta, edhe nga trojët. Po, njerëzit e patur kuptojnë, njerëz me të cilin kam, zoti Spau kam bashkëpunuar, tani është 40, sot ishte 40, 41. Po unë kam patur njerëz që kam bashkëpunuar që edhe në 28 ndalonte mu. Ju ndalonte në 30 gradë, ju ndalonte mendja. Ndalon, jo 40, bëjmë një gabim, të na falni. Jo, të funksionon edhe në temperaturat larta. Qartë. Po? Pra e di që është shumë e vështirë të realizosh një investim tillë, por të mos thënë e pamundur. Dhe Shqipëria deri më sot nuk ka asnjë rezort turistik nivelit lart. Asnjë. Më thua një emër të një firme ndërkombëtare që operon Bregdetin shqiptar. Club Medi ka krijuar në fshat turistik. Kanë dashur ti. 2 kanë Korfuz. Të paktën 2 kur e kam vizituar Shteti nuk ka dashur. në 95. Tuin Se i ka marrë për vete pjesën ndërmuese të tokave, pronave i ka marrë për vete. Që nga Berisha I ka zhvilluar jo për turizëm, por për ndërtime, për të shitur apartamente dhe vila. Pik. Ky nuk është turizëm. Po, po. Kështu që të ndërtohet një Pra të resort. uajt ata nuk i kanë afruar për këtë arsye. Ti, zoti Spau, ti sigurt që aty do të kishte vërtet një investim serios të dhëndrit të Trumpit? Unë shpresoj që do ketë. Emrin dhëndri i Trumpit ja kanë vënë më shumë për të Ja, dhëndrit Trumpit. për interesa, Dhe janë 4,6 miliard euro. po do jetë Ne kemi folur vazhdimisht. konsorcium investitorësh, Ata janë dy, ku nuk dihet se kush do ketë më shumë e kush do ketë më pak. Sirianë, që jetojnë në Katar, shumë të pasur, të cilët hedhin Po do një ketë sasi të madhe parash. Po shumë mirë. Ku është e keqja? Ku është e keqja? Jo, ndoshta do kishte të keqe po të ndodhte, po ta shikonim më pas ç'a do ndodhte. A do hidheshin ato parat vërtet aty etj etj. Por nëse ta lëm këtë moment. Ju thoni që protesta është neomarksiste, islamo Para se ta mbyll këtë, para se të kalojmë te kjo pikë, më lër të them edhe diçka. Ka akuza për mungesë transparence. Unë që e njoh procesin se si ecën investim. janë akuzat vërteta për mungesë transparencë. Them që pas dhënies lejes zhvillimit, Po. fillon periudha që duhet ketë transparencë. Pas dhënies Sepse leja e zhvillimit, Zoti Spau, si fillojnë punimet aty? prit një minutë. Pse fillojnë punimet pas Leja lejes zhvillimit? cilat punime?
Mbyllja e komplet e territorit dhe... Por, kur me lejen e zhvillimit, duhet ta rrethosh territorin. Ata kanë bërë një gabim, kanë rrethuar dhe Bregdetin. Rërën. Këtë s'duhet ta rrethonin. Kurse pronën, e cila është pronë private... Ti ikim këti momenti... Ta sqaroj dhe këtë. Po? Pasi merr lejen e zhvillimit, ke të drejtë të hartosh studimin gjeologjik, ke të drejtë të hartosh studimin mjedisor, ke të drejtë të hartosh studimin e fizibilitetit, ke të drejtë të hartosh projektin e ndërtimit, ke të drejtë të hartosh projektin e zbatimit. Të gjitha këto projekte, disa 10 milion euro duan që të hartohen apo jo. Dhe nuk ka investitor që të hedh paratë e tij, 100 milion euro të themi, kur nuk ka garanci juridike që ai do vazhdojë investimin. Kështu që tani do duhet kërkohet transparencë. Deri ku shkon ndikimin mjedis? Çfarë strukturash do të ndërtohen atje? Do ta ruajnë ndjeshmërinë e zonës? Po ndaluam aty, mund të kesh të drejtë më disa gjëra aty në disa momente. Dhe mund të kesh zhvillohet Shqipëria. Ndoshta është rasti i parë, është rasti i parë ku aty vjen vërtet një biznes i huaj, gjë që s'ka ndodhur në Shqipëri sepse kanë rrëmbyer tokat vet. Trikje më kjo. Të jap të drejtë ty. Të jap të drejtë. Mund të jetë vërtet kështu. Po kështu është. Kishte një vet. Shikoj Golemin si është zhvilluar. Shikoj Kakomen. Mbaruar. Shikoj gjitha Saranda si u zhvillua. Po Ksamili. Të tëra të mbaruara janë. Kakomea nuk është zhvilluar. Askush s'është zhvilluar. Golemi është bërë lagje kështu. Qyteti. Jo. Është kthyer në qytet. Nuk është kthyer në qytet ajo. Ai është Badërdi. Që nisi që në kohën e Partisë Demokratike, që kur ishit ju, dhe aty ka mbaruar, aty është bërë Kullairit. Jo. Një gjë e ke gabim vëllai. Që thua që nisi që në kohën e Partisë Demokratike. Kur kam qenë unë, nuk është dhënë asnjë le, po më nxorë një, më nxirr. Nuk e di se unë si kam studiuar. Por unë ditë të themi gjë shumë. Po prandaj duhet folur me fakt. Se ne shkojmë në Golem tani. Prandaj duhet folur me fakt. Dalim nga Durrësi drejt Golemit. Ta shpjegoj unë këtë. Aty nuk shkohet për të pushuar, por shkohet për të vuajtur. Aty është si burg. Në çdo milimetër ka vetëm ndërtim. Burg është. Por mos thuaj aty shkatrim. Ka nisur që në kohën tënde. Pse? Po gjete një leje që t'jetë dhënë mbi 3 kate ndërtim, në gjithë zonë e Golemit. Bregdetin shqiptar dalin njerëz pasur të afërmit e politikanëve. Prit të ta sqaroj. Mos flasim, jo. Një herë tjetër flasim bashkë. Jo, mos flasim. Të afër të rëndësishme zoti Spa. Të afër të rëndësishme, të lutem. Të afër shumë të rëndësishme. Të politikanëve më të rëndësishmit. E politikanëve më të rëndësishëm të Shqipërisë dalin pronar në Bregdetin shqiptar. Dalin, po ne po flasim... Dhe të huajt nuk kanë hyrë aty, dhe ty shumë bukur, ty Kushneri, ty dhe Donald Trumpi të vi vetë aty, me të binë, dhe më mirë të ndërtojnë ata, se sa ta vjedhin këta, politikanë shqiptarë. 3. Deri në 97-ën, pasi ra nga pushteti Partia Demokratike, unë të garantoj ty për këto gjëra. Mbajshën një podesha dhe... Jo, nuk e mbajo. Sepse nuk kemi këtë... Nuk e asnjë leje mbi 3 kate. Do bisedojmë herë tjetër. 300 metra nga vija ujit, asnjë ndërtim nuk lejoj. Në çdo hektar, jo më shumë se 100 shtretër. Ore, Golemin e diti që ka bërë më shumë? Po e di kur është bërë... Po s'ka qenë ti ministër tërkohë? është bërë nga në theshtata e këtij. Kur e drejta për të dhënë lëje... Nuk e qenë ti gjithkohën ministër i turizmit të Partisë Demokratike. Mos merr përsipër gjëra që... Jo, unë i marr përsipër sepse e di shumë mirë. Golemi ka filluar të shkatrohet mbas në theshtatës. Pse? Sepse e drejta për të dhënë leje ndërtimi, ju hoq Komitetit Zhvillimit Turizmit, u anullua ligji për investime në turizëm, u miratua një ligj tjetër dhe i kaloi këshillave të komunave dhe këshillave bashkiake. A imagjinon një këshill komune? Ikim se s'kemi këtë. 15 vetash. Jemi okej. Ignorant, ti je ekspert i kësaj pune, do jesh në emisionin tim ditë kohët e ardhshme për këtë temë, se po devijojmë. Tani, keni thënë që protesta është neomarksiste, islamiste, fundamentaliste, antitrampiste. Parti neomarksiste shqiptare e ke atje. Për qarse midis shqiptarëve në rarën dhe kundër regjimit, kundër integrimit në be. Po, si bashkon ti tani kjo me... Të gjitha ty në proteste. Kundër Trumpit dhe integrimit në be, se beja me Trumpin sigur janë qik pushk më pushk. Se Trumpi është tjetër dhe beja është tjetër dhe ti bashkon shumë gjera këtu. Njëri nga synimet është të anulloj atë investim ku është angazhuar familja e Trumpit. Evropa liberale, e majt, neomarksiste, sorosiste,
nuk do që Trumpi të jetë prezent në Evropë. Ore, dhe ti e me këtë shkodosin këshu. E pe rastin e Beogradit, a u anullua me protesta investimi në Beograd, i familjes Trump? Anulluaj, iku vete. Hoteli, iku vetë, sepse filloj e njëjta historisë në Tiranë. Iku Trumpi, iku kush në rjetë. Dhe i tha, ne këtu nuk kemi ardhur. Ata mund t'ikin dhe vetë dhe këtu mu. Jo, një minut. Po jo, kjo është një veprim që kanë kryer këta. Prit. Si i tha, në deklaratën që bëri, ne nuk kemi ardhur këtu për të përçarë popullin. Ne kemi ardhur për të afruar njerëzit e për të ngritur ura komunikimi. Ju nuk e doni, ne po ikin. Ky është qëllimi edhe këtu në Zvërnec. Zoti Spau, shiko. Ta largoj. Ti je njeri shumë i kthjellët dhe ke përfundime në gjithë këto përcaktime tani, ose i shfrytëzojnë edhe media që... Se nuk vinë nga Kosova? Nëse protesta është kundër integrimit në Bashkimin Evropian, si e shpjegoni që ka eurodeputet tani, që kanë mbështetur duke folur nga sheshi protestë e para. Cilët eurodeputet? Eurodeputet që vinë aty, nuk kanë si janë majtas djatas tani, mos i bëjti tani këta të djatat janë... Marxist-Leninist, si ajo Italiania. Ajo të shkoj të protestoj në Sardenjë. Nëse ti ke vendosur të më mbush me ndërmoj që Donald Trumpi po bën demokracinë në botë, tu e mbarojmë bisedën e tënë. Edhe unë se thash, flere atë dhe ti... Unë po flasë për investimin në Zvërnec. Nuk po them unë që... Donald Trumpi është lëshuar tani si që është lëshuar dhe në Zvërnec, po hajde le ta bëj për ne të mirët. Mirë do ishte kjo gje, i bajtoj me ty unë këtu. Po që është lëshuar koke kemë në Zvërnec, dhendri dhe kjo, e pesi tale gazetari amerikanë, një minut pra gazetari amerikanë, peti, që doli vajza dhe thoshe, e pam këte dhe e morëm. Që me thënë kjo e pam, kaluam aty, me skaf me që kaluan ata, e pam dhe e morëm. Qa do me thënë kjo mos pa? Kjo është retorika gazetas. E tha vajza e Trumpit më. E tha vajza e Trumpit më. Qa retorike më? A i po tale gazetari aty? Edhe sot, ata nuk e kanë marrë. Sepse duhet paraqesin projektet të vlerësohen nga autoritetet shqiptare. Tani Parlamenti Evropian kaloi rezolut, se ti tani përzjenin Parlamentin me këto, kaloi rezolut, mo zotri, për të mbrojtur zonat e mbrojtura. Parlamenti Evropian. Politik. Por kjo nuk do të thotë që zonat e mbrojtura... Pikrish një çështje që ka nisur të diskutojnë nga protesta. Spautë se ndeshmërishte. Në Itali, sa rezorte me 10 janë të ndërtuara në zonat mbrojtura. Në Greqi, me 10 rezorte në zonat mbrojtura. Me qënë se është zonë e mbrojtur, nuk do të thotë që nuk duhet ketë zhvillim. Se po t'ishte këshu, Shqipëria do t'ishte vetëm vënd për gjuetin e kafshë tegra. Lumi nuk po them, po jo, po mos kalon ekstrem. I vetëm në Evropë, na qenë ka vjosa. Po të tjerët ku shkuan? I zhvilluan ata. Që. Apo jo? Zoti Spau, po se tani që e mbori mentor që nuk e ha kollaj këtë, qiko tani. Shqipëria duhet të ishte pa zhvillim. Po ja tani, të lutem. Ti thua që protesta është antitrampiste. E që të ke që ka që protesta të jetë antitrampiste? Jo, e them... Për familja Trump vjen në Shqipëri, për të marrë pasurin në Shqipëri, edhe do jetë antitrampiste. Mos i ndrysho thelbin e sa që them. Qa ke them? Unë them, protesta është kundër investimit ku i kanë vënë emrin e familjes Trumpit. Po i e kam. Por nesër mund të... Aty do t'jeti konsorcium investitorësh. Ore, a i ishtë tani ishtë dhendri aty. Po edhe a i tjetë. Dhe dhendri ka 4 miliardët, është... Sepse investimet tila... Zoti Spau, dhendri është brënda 4 miliardëve që kanë dy sirianët. Po. Dhe ne nuk e dim tani si do shkojnë këto para, po leret mos i futemi kësa historie. Investimet të tila garantojnë pozicionin e Shqipërisë. Kur ka investimet tila, është e vështirë që Shqipëria të hyjë në porrumujra si që ka hyrë vazhdimisht. Sa herë duan ata që s'na kanë qef? Nuk e di, këtu kam shiko. Nga Kosova kanë ardhur? Sa të duash kanë ardhur? Mos më thuaj s'kanë ardhur. Nga Tetova kanë ardhur? Nga Kosova mund të kanë ardhur. Nga Tetova kanë ardhur? Ç'duan ata këtu? Shiko, nga shqiptarët më ç'duan shqiptarët të vinë të destabilizojnë një qeveri legjitime. O zotri, ore këtu bryla, luftë bryla shkesa të duash tani. Po kjo s'është demokraci. Mund të dërgoj, ore mund t'i dërgoj dhe ky. Po s'është kjo nuk e kemi verifikuar, mund t'i dërgoj dhe Albin Kurti. S'është kjo. Mund t'i dërgoj. Po dakord, por nuk kanë ardhur këtu iranianët tani. Edhe pse dalin këta fundamentalistë. Unë s'kam thënë ka një pjesë, jo ti më jo. Që kanë ardhur iranianët. Jo më ti, jo, prit më një minutë. Mund të ketë një pjesë më që janë fundamental në psikologji, në kështu, dalin me shamijet gjithë ato aty, po nuk kanë ardhur Irani tani, Irani ku ka fuqi Irani shkret, më Irani mund t'i ketë rënë ai sot.
Nuk e di më. Luftën Tha do t'i bie, do t'i bie ta. Do t'i bie ta. Luftën në rrjetet sociale e qajna. Do t'i binte sot, më do shkatron të urat dhe këto. Tani. Kanë rënë, tani. E kanë treguar këtu. Ore, tani këtu kanë ardhur gjitha gjendet e uajt, dhe nuk ngrihet. Ore, do lexuar si protest ose pa. Ti, interesat e tua, veç atë duash, më zotri, po interesat e tua, mendoj unë, janë të tilla që duhet lexuar. 2 javë e para dikush ishte aty. Të rinjtë që nuk kanë SPAO, një banesë, jo banesë ta shikojnë ëndër, po nuk paguajnë dot një qira. Shumë e vërtet. Paguan dot një shtëpi me qira. Shumë e vërtet. Janë këta. Shumë e vërtet. Rritin aty, ku vazhdonte kjo ka gjatë më, po të mos ishin këta. Protesta kanë I ke parë protestat e doktorit ti më? Protesta kanë mbaruar. Që me ca shishe, që ta shpërndaj media. Edhe ca shishe, ca flakë, edhe ta shpërndaj media. Ajo është protestë e vërtetë. Ore mund të ketë mbaruar. Janë më keq se protestat e doktorit. Pse? Njerëzit kuptuan. Doktori ka vajtur aty. Nuk është për interesat e tyre. Çikolon e 5. A ka drama ka futur njerëzit e vet për ta shkatruar. Më fal për termin. Por këta të protestës thonë do të zgjedhim një kuvend kombëtar i cili do të zgjedh një qeveri me votim në Facebook. Ata janë të futur më. Po si veprohet atëre? Ore, nuk janë ata protesta. Kisha vajzën tani unë gru zonjën. Zonja që kisha unë pjesën e parë. Nuk ishte me atë. Nuk duhet kuvendi, tha. Dhe ata që janë që vrapojnë aty në ballë, nuk janë fare me këtë kuvend. Protesta ka kokë. Kuvendi është në hotel. Protesta ka kokë. Po mund të bëhet koka? 50 ditët që vinë. 50 ditë nuk guxon njeri të dalë. Po si ti do një kokë tani si që zgjodh, ti do një kokë tani si që zgjodh koka e doktorit dhe kjo kokë nuk lëvizet dhe pas vdekjes. Kush është grupi organizator? Po pse na duhet ne kjo? Pse na duhet ne kjo? Po duhet. Po pse na shqetëson ne kush është grupi organizator? Kur ata dalin kërkojnë gjëra të drejta. Si do ta marrësh? Nuk e marr më pushtetin, nuk e dua ta. Pushteti nga rruga e marrin nuk dua pushtet më ta. Ose neomarksistët. Ose fashistët. Ore dua të ndroj duan të ndroj ky establishment i cili ka shkatruar Shqipërinë për të. Si ndrohet ai? Unë këtë dua thotë. Le të dalin njerëzit. Duke krijuar një forcë politike, duke marrë pjesë. Zoti Spao, unë mendoj. Të fitosh zgjedhjet dhe pastaj ndrohet. Zoti Spao, ky duhet të jetë leximi them unë. Unë them, shiko, unë jam një gazetar. Jetën tim. Kjo është maska e atyre që kanë organizuar protestën për ta veshur. Po e tha kam thënë unë kush. Shto edhe ata të Partisë Socialiste, të cilët kanë humbur kolltuqet dhe shkojnë me shpresë në një qeveri që do votohet në Facebook, mos marrin pozicionet që kishin prap. Nuk di që të them Spao, po më the gjëra shumë të sakta në fillim. Pjesë për dhe tani po më thuaj gjëra shumë. Këto të duken sakta. Unë e di që ti je pro protestës. Jo, jam pro protestë që kanë dalë këta. Dhe nuk të pëlqejnë. Këta që dalin si të çmendur e kështu mitomanët. Jam kundër mitomanëve. Unë nuk i imponoj njeriu. Tani janë bashkuar aty. Ylli. Aty janë bashkuar, tani janë bashkuar djalli me të birin. Por ata njerëz, Zoti Spao, ata që dolën aty. Jo, mbaj qendrimin tënd. Po të bind ty. Jo, unë po përpiqem në kujt i pëlqen ta dëgjoj, kujt i pëlqen. Unë po përpiqem Zoti Spao, unë po përpiqem me debatin që bëj me ty, me pyetjet, që shikuesi të kuptoj, ore pse ndodh kjo gjë te Spao? Që është kundër protestës. Proporcional në gjërat e tjera. Ndërsa këtu kundër protestës mua nuk më shpjegon dot mirë ti. Ore, a jeti me ata të rinj, që dolën 2 javë të para fort me të gjithë fuqinë? Çfarë kërkon protesta? Protesta kërkon që... Ore ti, zotri, shiko me 1 minutë. Të krijohet një qeveri e përkohshme. Një politik dhe njëri në zyrat e shtetit i rëndësishëm. A je dakord ti që 50%, 40% e banesave Tiranë të rinë bosh, jam dakord. Dhe ky zotria këtu, jam dakord me ty. Djali i ri, që punon. Jam dakord me ty. Të mos ketë para për të mbajtur një shtëpi me qenë. Jam plotësisht dakord me ty. Po pra këtë kërkojnë ata. Jo, ata kanë tjetër agjendë. Ata thonë të krijohet qeveri provizore, e cila të kryej ato reformat, kodin zgjedhor, paketën e maleve, ligjin e investimeve strategjike tjera, dhe pas një viti të zhvillohen zgjedhjet parakoshme. Tani çfarë gjet? Ne sot jemi në fund korrikut, gati ngusht. Në fund të 2027-ës, ne duhet mbyllim gjithë kapitull, 30 kapitull që kanë ngelur. Në mënyrë që të kapim objektivin për në 2030-ën që të kryejmë reformat. Nëse ne do të krijojmë një qeveri provizore të tillë si kërkon protesta, harroj integrimin evropian. Harrohet, jesh i bindur
që nuk ka integrim evropian. Haroj mbylljen e kapitujve. Nuk e pengon. Sepse një shtet i destabilizuar politikisht nuk hyn në thuaj rastin kush ka hyrë. Ju vërtet besoni zoti Spau. Më thuaj rastin kush. Unë besoj në momentin geostrategjik. Ka hyrë, po pra, geostrategjik. Geopolitik është kjo. Geostrategji, sepse doli Ukraina, ja imi. Po pse më Bullgaria me Rumaninë edhe sot nuk... Po jo më nuk i plesojnë asë ato kushet dhe sot. Kështu hyn. Sa vjetë kanë ati? Tani ne duam ta djegim këtë mundësi. Geopolitikisht, geostrategjia e kërkon që ne të futemi. Ne edhe Malizi po e nisën si proces dhe do mbyllin sytë Spau dhe do të futin dhe ty dhe mua aty. Kështu thua ti. Por nëse Shqipëria destabilizohet politikisht, nëse këtu fillon një konflikt i përmasave më të mëdha ndërmjet shqiptarëve, kosovarëve që vinë nga Prishtina. Ku ka konfliktum? Kosovarëve që vinë nga Prishtina. Dhe këtyre... Vërtet beson të që mund të ketë konflikt që të vi Albin Kurti të rezojë dramën? Atë mund të ketë që mbetje me njëri tjetër? Apo i dërgon njerëzit? Protesta me ta është mbushur. Ore, ka njerëz që mund të vinë. A vinë? Unë nuk i kam këto, po ti kishe do të tosha Spau, po, këtë drejt për këte. Nga të gjithë kjo këmullje... Yllin e bëjmë deduksione, ne shikojmë zhvillimet dhe bëjmë deduksione. Po, deduksioni me provën... Pra si mendje në analizojmë, bëjmë deduksioni me provën... Dhe deduksionet e tregojnë qartë. Deduksioni nuk është fakt. Faktin, provën duhet ta nxjerrë shishi. Aty kishe... Aty dilin edhe anglezë të deur, mo e. Anglezë të deur, anglezë të deur shpesh. Dilin edhe anglezë të deur, po ata nuk janë... Nuk ishin ardhur për protest. Po them për atë, s'po merre me ata. Unë ditë them këtë. Para 2 javësh, kryetarja e Shishit ka raportuar në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe ka thënë, kemi konstatuar rritje të aktiviteteve subversive kundër Shqipërisë në rrjetet sociale. Këtë e ka thënë me dyert mbyllura. Si asnjëherë tjetër ka thënë. Ja, për mua ky është fakt. Sepse e thot një institucion i specializuar. Dhe nisur nga këto, unë bëj deduksione që këtu përpiqen edhe vendet jo dashamirëse të Shqipërisë ta sabotojnë integrimin evropian. Në 2050 do të hyjmë ne pasaj, po hyjmë 2030. Mbajmë mend këtë hipotetë. Jo, edhe në kohën e Sali Berishës në 96-ën ata donin të hynim ne. Po bën 97-a dhe pastaj... Bën 97-a dhe nuk hymë. Edhe tani do bëjmë një tjetër. Se ti mendon që në 96-ën e ishim gati për të hyrë me Vebi... Jo, asot nuk jemi ne. Me Suden dhe me Xhaferin... Po as bëj fjalë. Me Suden dhe Xhaferin... As bëj fjalë. Po Bashkimi Evropian do të kishte turp, do të shkrihej më njëherë, nëse në 96-ën ne Suden, Xhaferin... Ne me Suden dhe Xhaferin na menin dhe na futin në Bashkimin Evropian. Mos ta egzageroj. Po jo, po s'është egzagerim ai. Në 96-ën ne nuk na është thënë që do hyni në Bashkimin Evropian. Ore, di çau bën. Filloi u hap procesi. Po. Stabilizim asociimi. Di çau bë, po lëre më u hap kot. Ja ashtu, geopolitikisht u hap edhe. Jo, do të zgjatej. Geopolitikisht mos pa tani. Ore, si mund të futesh në Bashkimin Evropian në këtë treken e të gjitha, edhe politikisht pastaj me Suden në krye? Nuk futesh. Ua, po pra. Unë dakord me ty. Po pra. Dhe 97 ndodhi që do të ndodh. Edhe sot. Po pra. Po ti marrësh ato kriteret 1-1 me laps në dorë, një pjesë të mirë tyre Shqipëria nuk i plotson. Por ka shansin e madh. Geopolitikisht. Geopolitikisht, për shkak të luftës në Ukrainë, për shkak të investimeve të mëdha të rusëve, për shkak të presidentit Trump që ti e dashuron, në Ballkanin, që ka ardhur në pushtet aty, i cili po luan kartat si biznesmen, po luan si biznesmen, ka predispozit të pranohemi. Por nuk do thotë që kjo do të na jepet a priori. Nëse Shqipëria destabilizohet politikisht, nuk do të hyjë. Po nuk në dha a priori, unë mendoja, ndoshta kam gabim, nuk duhet ta them në mënyrë kategorike, po në qoftë se ata nuk na pranojnë ne në këtë mënyrë, domethënë hajde se po i pranojmë, as ne, as Malizi nuk meritojmë të shkojmë, as Ballkani, jo, në Bashkimin Evropian. Nuk meritojmë. Sepse jemi bashkësi, ky është rajoni më i korruptuar në Evropë. Zoti Spau ti e di mirë këtë. Nuk është vetëm çështje korrupsioni, se korrupsioni korrupsioni atje ka lindur. Çështje krimi të gjitha bashkë pastaj. Korrupsioni edhe krimi atje kanë lindur, por ne jemi shoqëri lindore ylli. Unë jam zoti... Për Evropën, ne nuk konsiderojmë një Evropë. Pavarësisht se ne themi që fizikisht jemi në Evropë. Ka 3 lindje. Ka 3 lindje, po, ne jemi 3 linda e mesme dhe linda e lartë. Jo, dhe brenda lindjes. Ballkani perëndimor në shumicën e territoreve për Evropën konsiderohet lindje e afërt.
Sepse në mentalitet, në sjellje, në formim, në fe, nuk jemi si Evropa. Ja, Po, po sigurisht. po pra. Je një popull që ishe katolik dhe ortodoks sa ishe, për shkak taksave u shkrojtë e musliman. Po kështu ke në Serbi, kështu ke në Bosnjë, Të parët e mide kështu ke në Bullllari, qindra vjetë, jo kaq, po jo kaq mos pa tani. Po jo kaq mos pa tani që ti ngrihesh tani dhe për shkak të taksave ndronë në fen komplet. Edhe besh më së shumti musliman. Lere tani mos i hapim ato. Është e vjetër drama këtu. Kur diskutohet, nuk është vetëm Hoxha më burë, që themin e Hoxha ka bërë kështu e ka bërë. Është shumë e vjetër. Drame madhe kjo. Këtu. Këtu tani, ndrosh fenë. Ka ndruar dhe në vëndet tjera, po jo kaq. Por e fene ka ndruar edhe më keq, se të kujtohet ajo... Jo më jo e ka ndruar për taksa. Ore për bindje mund të ndrosh më për... E Gjergj Fishtës, që i tha një englezi që po na akuzonte që kemi ndruar fenë. I tha ju e keni ndruar për ato të brëndshme të Margarita, e kishtë ajo mbretresha që iku në Spanjë, që u ndanë katolik dhe protestant. Edhe ata e ka ndruar fenë. Jo, dakor, nuk ka ndodhur fenomene tilla, po në mënyrë kaq masive jo. Për taksat të ndrohet feja. Po hajde vare tani. Ju i bëni thirrje Ramës të mos largohet. Pse? Në radhë parë për integrimin evropian. Edhe për faktin që ti ke qenë te pjesa e PD-s, se duket tani sikur me qesia aty me... Nuk më shqetëson fare. S'të shqetëson. Fare. Se çfarë mendojnë për D-ja fare. Dhe pranoj vetëm në... Jo, the dhe një gjë shumë lartë që unë tha stop vetes edhe publikut, që the unë pranoj vetëm kryeministër. Me atë dhe e mbyllë këtë kapitull. Nuk po të them këte, aludojnë të tjerë. Për këto dy gjëra themelore. Pse të mos largohet? Pse? Të mbyll integrimin evropian. Sepse duam s'duam ne, sot jemi në fazën më të avancuar që të mund të realizohet ai objektiv që shqiptarët e kanë pas jo sot, po që kur janë krijuar si kombë, që të jenë pjesë e Evropës. Dhe për argumentat që thash, nëse ne do të hyjmë në destabilitet politik, në qeverira provizore për mustaqet e Çelës e tjera, integrimi evropian i Shqipërisë në rastin më të mirë do të arrihet në 2050. Kur të ketë një raund tjetër zgjerimi. Një herë 20 vjet kanë bërë zgjerim. 15-20 vjet kanë bërë. Dhe së dyti unë mendoj që ai investim në Zvërnec e në Sazan duhen realizuar. Është në interes Shqipërisë. Në interes zhvillimit ekonomik. Edhe unë kështu mendoj, në qoftë se me çka ndodhur në Shqipëri, në këto 35 vjet që është rrëmbyer gjithçka. Ne i kemi shkatruar. Ka mbetur dhe gjë Brexit. Ne i kemi shkatruar, më thuaj ti ku ka ngelur. Jo, edhe ato pak vende që janë, po le të zhvillohen në mënyrë të përshtatshme, me koncept. Tani, okej. I lem këtë dakord, jemi dakord me këtë strategji, mirë që Shqipëria të shkojë vërtet në Bashkimin Evropian, proceset të mira do fillojnë të ndodhin, edhe pse ne kemi problematika e të gjitha. Tani, por për prej protestës, ju vetë, nuk kishini arsye për të protestuar ndaj qeverisë? Shumë. Si e ka qeverisur Edi Rama Shqipërinë, se folëm tani për do shumë, por më thuaj, kush do ta ngrejë popullin protest? Partia Demokratike, e provoi. E ngriti dot. Po e prish për Llapaj, që ndeti 3 muaj atje vetëm. Apo këto partitë e tjera, Arlind Qori. Pjesën e parë unë e kisha Arlind Qori që thot poshtë kapitalizmi dhe do... Protesta me zdemve të Saliut dhe të Ramës dhe Saliut. Poshtë kapitalizmi dhe do shtetëzoj pronën private. Me këta do ngrihet populli. S'ngrihet me këta. S'janë njerëzit buta dhenjë. Prandaj protesta po përfundon atje ku ka përfunduar. A mund të rivitalizohet prap në 8 shtator, tetor? Edhe mundet. Sepse ata që i shtyn urat, i kanë mundësit që të arrin ndezin, të hapin prap. Gjithmonë e ruan i den që kam brapa një. As mos kesh dyshim. Dhe para. E majta, edhe para, pa tjetër. E majta. Mendon që pjesa e Soros të finansuar? Soros ishtë në betej me Trumpin. Edhe e majta amerikane. Këtë miku i Ramës mu. Qiko, këta duan këtë çështje. Është miku i Ramës mu, djali... Po, por Rama... Djali Gjergj Sorosi byte brek me Rama. Sikur se e di, Rama bëhet me të fortin. Kalon, thonë, nga këte... Sotja do puna tjetë me Trumpin. Apo jo?
Qartë. Tani, Pastaj, pse çuditesh, Ylli, ke edhe këtu një korrent që nuk janë pushtet. Kanë rënë nga pushteti. në Shqipëri, Po, që janë pjesët majtës, biznesmenet, që kanë humbur privilegjet nga pushteti, thua ti nga të majtet, nga të majtët, që ka kanë qenë lidhje, njerëz politika, po të thjesht biznesmenet. politikan, Politikan. që kanë lidhje të jashtëzakonshme me biznesin e madh në Tiranë. Ka, thua ti. Dhe këto lidhje po i vënë në funksion. Funksion protestës. dhe paguajnë to. Patjetër, pse nuk paguajnë? Edhe mund Vë të paguajnë, pikpyetje. nuk vë dorën Vë zjarë. pikpyetje. Nuk vë dorën zjarë. Unë të thash, unë bëj deduksione nisur nga ato që shoh. Faktet pastaj le t'i gjejnë organizmat e tjerë. Zoti Spau ti mendon tani si vete ky vend? Përveç temperaturave që na hedh ai lart e të gjitha, si mendon ti tani shkojnë punët, zgjedhjet e këto? Opozita, si do jetë këto forcat e reja, si të duken ty tani? Arlind Qori. Nuk shoh që do ketë ndonjë ndryshim të madh. Partitë e reja janë po aq të vjetra, mos më të vjetra se PD-ja dhe PS-ja. Pse? Shikoj në sjellje, në qëndrime, në retorik, në njerëz, në mënyrën si janë organizuar. Organizuar pa organizim, se s'kan organizim. Duke mos ushtrirë në territor. Dhe të presësh nga ata që të fitojnë, unë s'jam naiv. Dhe më thënë ti thua këtu, Edi Rama do mbretëroj sa doj, doktori po në kryetar opozite sa 2027 dhe 2029, në mos ndrofshin gjërat, nuk e ditë na bjerë në gjë nga qielli. Po kjo që ra nuk ishte vogël. Si që ra në Hungari. Kjo e protestës. Si që ra në Hungari. Por në Hungari, ama i doli dikush për zot. Doli dikush. Doli dikush. I ishte brenda gruaja ti ishte ministre, eh? Ishte, po edhe ai vetë ishte pjesë Pjesë e politikës, establishmentit. e partisë të Orbanit. Pjesë e establishmentit, po i shkëputur. Dhe ishte me formim. Në 22. Është me formim të madh. Thua ti dal I njeri. pa përlyer. Ka edhe këtu, Ka thua. po nuk i lën. Dhe për të patur Sepse ka duhet kudo. ruajtur ky duopol. PD, PS. PS janë pushtet, PD-ja knaqet me kockat të i hedh PS-ja. Si në pushtet është? Pushtet janë, po. Pushtet quhet ajo. Po, Po pra. që se ty jepet pushteti ekonomik, ai quhet pushtet, dhe ai është pushtet shumë i rëndësishëm. Kush na ngre problemi, i fusim shkelimin e nxjerrim nga dritarja. Edhe vazhdojmë tangon. Vazhdohet tango, thua ti, gjitha. Zoti Spau unë do të thresë përsëri ty, në emisionet e ardhshëm, për sezonin që vjen, s'kuptohet, do flasim, se ne këtë kjo na mbeti tani. Patjetër. Edhe mua kjo më ka ngelur Unë tani. pyes ti S'kam përgjigjesh. aktiv në politikë. Edhe ty kjo të mbeti tani, unë pyes ti përgjigje, Vetë se unë nuk insistoj që të dalë. ata janë, jo, Mua më thresin. unë të thira. Disa herë. dhe Gjithandej, në çdo stacion televiziv. Jo, më thire, jo, të thira, më përgjigjet, falenderoj shumë. Asnjëherë s'ke insistuar, asnjëherë s'ke thënë. Kemi shkëmbyer në një për mendime të ndryshme, ha? Në një mesazh, thjesht, kaq, por asnjëherë ti dhe mirë bën që nuk i drejtohesh, po të drejtojnë ata. Kjo është një gjë shumë e mirë. Unë të falenderoj shumë. Faleminderit juve Ishte për një ftesën. bisedë mjaft e mirë. Shpresojmë. Dhe do të jemi po. Atë e din ata që na kanë ndjekur. Ishte dhe do të jemi dhe në ditët që vijojnë. Nderuar të shikues, kjo ishte pjesa e dytë e emisionit tonë për mbrëmjen e sotme. Besoj këtu ta mbyllim. Ju falenderoj shumë se na keni ndjekur për shkak edhe të trysnisë që keni patur nga vapa. Tani në mbrëmje ra është dhe nesër Spau. Edhe nesër temperatura shumë e lartë. Pastaj Të mërkurën thonë që do të bjerë. i pakson Do të fillojnë pak. shirat edhe do të qetësohemi që. do bjerë pak shi thanë të gjithë. Se sikur se the Inde e kemi edhe ne. vetë si do që të vi puna, sa do që rezistojmë ne Gjithë. këto nivele të larta temperature kanë efektin e tyre. Gjithsesi, të falenderoj shumë dhe do të shifemi. Faleminderit të gjithë, natë e mirë.